Për gratë në Shkodër ka ende shumë për të bërë, shpreh kështu drejtuesja e qendrës Hapat e Lehtë në Shkodër, Denata Shpuza. Ajo thotë se gratë dhe vajzat kanë barriere të pafundme për të përballuar, ku shumë prej tyre nuk arrin të shkojnë në shkollën e punë, ndërsa dhunën e familjeve vjen të jetë prezente, pa harruar dhe pagat që nuk janë barabarta me burrat. Pavarësisht përmirësimit të kuadrit ligjor të politikave në nivel vendor ka ende shumë për të bërë. Akoma gratë dhe vajzat kanë barriera të pafundme për të përballuar. Shumë prej tyre nuk arrin të shkojnë në shkollë, ka prej atyre të cilët nuk arrin të shkojnë në punë. Dhuna në familje vazhdon të jetë akoma prezent, por edhe dhuna me bazë gjinore. Paga të cilët nuk janë të barabarta me ato të burrave. Ka shumë punë për të bërë, por mbi gjitha është e rëndësishme që të dëgjohet zëri grave, të jenë më prezent jo vetëm në jetën politike, por edhe në jetën shoqërore. Barrierat e grave në fshat janë shumë më të mëdha se sa barrierat e grave në qytet. Kjo jo vetëm për faktin që shpeshherë jo vetëm në zonat malore, por edhe në bashkitë pranë bashkisë së Shkodrës ka mungesë transporti, çfarë pengon edhe gratë që të gjejnë një vend pune. Jessica Froko është një vajzë e me aftësi ndryshe, ajo tregon sfidat e saj në jetë, ku problem për të mbetet punësimi, një thirrje ka dhe për institucionet që të mbështesin njerëzit me aftësi ndryshe. Për sa i përket sfidave që kam pasur edhe në lidhje edhe me aspektin të drejtave të femrave, është në aspektin e arsimit. Kam kërkuar punë, nuk është më ofruar, ndoshta nga pjesa e palëvizshmërisë time, por besoj që duke u dëgjuar zëri jon, zëri i grave, zëri i femrave, do na jep një drejt, i bëj thirrje institucionet të mbështesin njerëzit me aftësi të ndryshme, si nga ana materiale, por edhe nga ana shpirtërore. Sepse vërtet dikujt mund t'i mungojnë këmbët, por nuk i mungojnë që të vazhdoj të jetoj dhe të shikoj për ditë nga një ndryshim në jetën e tij për një të ardhme më të sigurt. Në ditën e 8 marsit në Shkodër organizuan një aktivitet ku gratë dhe vajzat treguan eksperiencat dhe sfidat e tyre.